Kryeministrit Edi Rama duket se nuk I kanë ecur edhe aq mirë planet lidhur me raportet me SBA, edhe pse përdori kartën e Jared Kushner, investimin në Sazan. Deri më sot nuk ka asnjë sinjal mbështetjeje nga përteja e Atlantikut dhe zhgënjimi u pa sot në sytë e kryeministrit. Rama pati sot komunikimin e përjavshëm me komentuesit, të cilët I përmendën faktin se nuk ka udhëtuar në SBA dhe Rama indirekt nënkuptoi se nuk ka pasur asnjë ftesë nga Washingtoni për ndonjë vizitë. Ç'a problemi ke ti? Ç'a halli ke ti? Vizita në USA kur të ftoj USA. Nëse bëhet fjalë për të takuar presidentin apo të tjerët, kur të më ftoj USA do të bëhet vizita. Nuk jam duke u shqetësuar, nuk shoh asnjë urgjencë, asnjë problem, asnjë hall. Ti ku e ke hallin? Se që nga lajm bombë një vizitë në USA, ç'a janë këto bomba? Nuk e morët vesh akoma si funksionon kjo botë, si funksionojnë shtetet. Nuk e keni kuptuar akoma që jemi një vend mjaftueshmërisht I vogël për të kujdesur për veten, për të bërë sa më shumë punë, për të pasur sa më shumë rrugë të hapura. Ju përgjigj Rama një komentuesi, por deklarata e tij sot bie në ndesh me atë që premtoi një muaj më parë. Pabloku u mburr se po përgatiste një surprizë sa I takon raporteve me SBA dhe në korridoret e politikës, po flitej për një vizitë në Washington. A do e kalosh oqeanin? Unë nuk kam pasur asnjëherë probleme dhe të jesh I sigurt që e kaloj sa herë të dua dhe mos u çudit fare kur ta shikosh që jo do e kaloj, por do ja lë kohës se dua të bëj një surprizë të këndshme ty edhe Kënetës, shpreh Rama në mars, por duket se bablokut I kanë dështuar lobimet. Nën Rogoz është lobuar fort që kryeministri të merrte një ftesë për të shkuar të paktën në departamentin e shtetit, por asgjë nuk ka dhënë efekt. Reagimi I sotëm I Ramës ishte një reagim I dëshpëruar, çka tregon se nuk I dihet si do të jenë raportet me amerikanët. Pikat mbi I, do të vjen sapo të vijë ambasadori I ri, ai do të ndajë shapin nga sheqeri, pasi si Rama, ashtu edhe Berisha janë të ngazëllyer se mund të bëjnë gjithçka me drejtësi në zgjedhjet dhe shqiptarët.